E di që vitet më kanë ardhur, vitet kanë kaluar, por nuk e mendoj. Në prag të përmbylljes së 38 viteve në arsim, mësuesen e letërsisë Hyrje Gjafën e gjej mes nxënësve të shkollës 9-vjeçare Didur Ham, teksa jep mësim me të njëjtin përkushtim. Në këtë 7 mars, ai urofen se si u transformua brenda saj dëshira për të shëruar njerëz në dëshirën për të edukuar brezat. Në atë kohë kam kërkuar të isha mjeke, por megjithatë edhe ky profesion më ka dhënë shumë kënaqësi. Në atë kohë ishin të kondicionuar të drejtat e studimit. Unë fakt kam interpretuar kur isha fëmijë në skemë dhe dikush aty kur është bërë emërimi është thënë që kjo reciton shumë bukur dhe qojnë për gjuhë letërsi. Kam nisur në Fusharës të qytetit Kuk në vitin 1987, këtu do ta mbyll dhe për kaq sa më ka mbetur. Mësuese Hyria flet për përkushtimin ndaj punës, duke u ndalur tek ndryshimi që kanë pësuar brezat. Nxënësit ishin të përkushtuar me të gjithë forcën ndaj figurës së mësuesit. Edhe këta janë brez shumë i mirë, janë shumë të zgjuar, por janë paksa më të tërhequr në përqendrim. Me dëshirën për t'u shprehur, një pjesë e nxënësve në kohën kur po zhvillohej një orë mësimi, i japin këtë vlerësim për mësuesen e tyre. Zysha nuk e njeh bërtimin, njeh vetëm shprehimin. Është rrept ama do të mirën për ne. E preferuara imja. 7 marsi si një ditë simbolike ku nderohet puna dhe përkushtimi pa kursyer, shërben jo vetëm si kujtesë kolektive, por si vlerësimi çdo dite në edukimin e brezave nga mësuesit.